Kush bën istighfar, syfyre iftar, muin Ramazan, betet fitim tar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ndonjëherë nuk mjafton ta pyesim veten se a jemi ne besimtar, por duhet ta pyesim veten se sa na jemi afër Allahut, por realisht. Afërsia me Allahun nuk matet me atë se çfarë ti shpreh për këtë afërsi, me atë se çfarë ti paraqitesh karshi njerëzve për këtë afërsi, me atë se çfarë njerëzit thonë për ty, por afërsia me Allahun subhanahu wa taala e ka një kandar matës shumë delikat. Kjo afërsi matet me atë se çfarë ti je kur je vetëm. Andaj ka njerëz që flasin shumë për Allahun subhanahu wa taala, por janë shumë larg me zemrën ndaj tij subhanahu. Ka njerëz që e përmendin shumë shpesh Allahun subhanahu wa taala, por shumë janë larg urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. E ka disa nga të tjerët që nuk flasin shumë për këtë çështje, por në zemrën dhe në mendjet e tyre Allahu subhanahu wa taala është gjithmonë i pari. Allahu subhanahu wa taala në një ajet thot: "Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." E ne jemi më afër tij se sa damari i tij i qafës. Subhanallah, shiko sa afër është Allahu, po ti a je kaq afër Allahut subhanahu wa taala? Ndër shenjat që na tregojnë se ne jemi afër Allahut subhanahu wa taala është se kur ne mëkatojmë na rëndohet zemra. Është prej tjerave kur lutja ynë buron thellë nga shpirti ynë. Është kur Kurani tek ne nuk është thjesht lexim, por është fjalë e Allahut që na e zbatojmë në momentin e parë që ndëgjojmë ndonjë urdhër. Apo është edhe kur vetmia me Allahun subhanahu wa taala na bëhet neve shumë e ëmbël dhe mërzitemi për këtë moment. Nga se kush është afër Allahut subhanahu wa taala nuk ka nevojë që dikush tjetër të jetë afër tij. Nëse në Ramazan na nuk i afrohemi Allahut subhanahu wa taala, kur do të jetë momenti që ne do t'i afrohemi atij? Nëse zemra nuk na zbutet në këtë moment, në këtë muaj të madh të bereqetshëm, kur do të na zbutet zemra jon? Mos u mashtron nga forma, por matu me sinqeritetin që të buron nga zemra jote. Mos pyet se çfarë po të më mendojnë njerëzit për mua, por pyet se çfarë po mendon Allahu subhanahu wa taala për robën e vet, sepse afërsia me Allahun është e vetmja pasuri që nuk humbet asnjëherë. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.